Ruajtja dhe kultivimi i gjuhës rome është thelbësore për historinë e komunitetit rom, kështu u shpreh në ditën botërore të gjuhës rome Emra Cermjani, drejtor në organizatën Roma in Action. Sot në kuadër të 5 nëntorit ditës botërore të gjuhës rome, përkujtojmë deklaratën e vitit 2015, kur UNESCO avokimit të cilën e ka bo aktivisti për çështjet rome nga Kroacia Veljko Kajtazi, mbi njohjen e kësaj dite si ditë ndërkombëtare të gjuhës rome, dhe nga viti 2015 të tutje, romët anëmban globit, krahas 8 prillit ditës botërore të saj, e shënojnë edhe 5 nëntorin si ditë botërore të gjuhës rome, dhe ne vlerësojmë që është një moment shumë i rëndësishëm për romët, pasi që kanë gjuhën e tyre amtare që është gjuha rome, dhe edhe ne si organizat, në fakt në komunën e Gjakovës, në mënyrë të vazhdueshme punojmë në promovimin, ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës rome dhe ofrimin e të drejtës së informimit në gjuhën amtare për komunitetin rom nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme. Duke folur për statusin aktual të gjuhës rome në Kosovë, ai u shpreh se megjithse janë bërë hapa pozitiv, ende ka shumë punë për të bërë që kjo gjuhë të përdoret më gjerësisht. Gjuha rome në fakt edhe në bazë të legjislacionit, edhe pse Kosova si shtet tashmë nuk e ka të ratifikuar 5 nëntorin si ditë botërore të gjuhës rome, mirë po institucionet lokale dhe qendrore përkujtojnë, manifestojnë, urojnë komunitetin rom për ditën botërore të gjuhës rome 5 nëntorin, dhe kjo vlen të përmendet dhe të falenderojnë institucionet për mbështetjen të cilën i ofrojnë komunitetit rom për këtë aset. Mirë po në anën tjetër, në komuna gjuha rome si gjuhë në përdorim tradicional tashmë përdoret në 2 komuna, në komunën e Graçanicës dhe komunën e Prizrenit, dhe tashmë një prej objektivave tona me të cilën do të ballafaqohemi në Gjakovë është që këtë success story të këtyre 2 komunave ta praktikojmë, ta iniciojmë edhe në komunën tonë, që gjuha rome të njihet institucionalisht si gjuhë e komunitetit rom në komunën e Gjakovës. E kur është fjala te promovimi i gjuhës rome, Cermjani tha se organizata e tij vazhdimisht punon në këtë drejtim. Ne si organizat marr parasysh që një prej objektivave tona kemi edhe çështën e arsimit, dhe tashmë në disa vite në bashkëpunim edhe me drejtorinë komunale të arsimit kemi realizuar ligjërata për nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta dhe mesme të larta, mirë po duke mos janë shkaluar edhe studentët e Universitetit Publik të Gjakovës së Viagani, ku kemi realizuar ligjërata në lidhje se kush janë komunitetet romashkali dhe egjiptian, posaçërisht komuniteti rom, dhe të njihen me historinë e këtij komuniteti në mënyrë që të zbehin ndoshta paragjykimet dhe stereotipet të cilat i kishin mbi komunitetin rom, dhe kështu të promovojmë dhe të plotësojmë bashkëllokun apo të promovojmë në përgjithësi çështjen e diverzitetit, tolerancës dhe paqes në komunën tonë. Në fund, Cermjani thotë se ruajtja e gjuhës është ruajtja e identitetit dhe krenarisë së një populli.